2002-shin unë njoha me ish bashkëshortin tim, ka qenë një dashuri shumë e fortë, shpesh na mendoni edhe si çifti ideal. Pas martesës unë njoha një njeri tjetër dhe jo atë që kisha njohur gjatë lidhjes që kishim bashkë. Shumë i ftohtë, shumë xheloz, por që ti të them që për 7 vite me radhë nuk mbaj mend asnjë ditë të lumtur. Unë martesën time mund ta quaj pa diskutim një ferr. Erdhi një moment që nuk mundja më. Jo se s'kisha dashuri, por nuk doja të arrisja vajzën time në një ambient jo të shëndetshëm. Tashmë Ana është 19 vjeç, është studente e psikologjisë, edhe jam realisht krenare, por rritja e saj ka qenë një sfidë e vërtet për mua. Përveç të qenit prej moshës 6 vjeçare, një nën single, Ana duke filluar nga mosha ose klasa e 3, e më tutje, filloi të bullizohej nga shokët e klasës. Duke shfrytzuar ndoshta faktin që Ana ishte një topçe e bukur, por shumë e sjellshme, shumë e urtë, shumë e dashur, jepte shpirtin për shokët dhe për shoqet. Derisa arriti që situata u bë realisht alarmante. U detyrova që në klasën e 6, pas klasës së 6, të ndroja shkollën. Edhe aty po e njëjta situatë, duke qenë se ata kishin qenë që në klasën e parë së bashku, përsëri nuk u treguan aq të hapur sa ta pranonin në gjirin e tyre. Dhe kishte raste kur ajo prekej aq shumë, lëndoi aq shumë sa dilte nga shkolla duke qarë. Dhe unë detyrohesha ta mbaja në telefon që gjithkohës.